Protesta qytetare kundër qeverisë së Edi Ramës ka vijuar edhe mbrëmjen e së martës duke shënuar ditën e 86 të tubimeve në Tiranë. Qytetarët u mblodhën në sheshin Skënderbej prej nga nisën marshimet në drejtim të kryeministrisë. Me pankarta dhe flamuj në duar, protestuesit përcollën gjatë gjithë rrugës mesazhe kundër qeverisë dhe kërkuan largimin e kryeministrit Edi Rama. Pasi mbërritën përpara godinës së kryeministrisë, protestuesit mbajtën fjalime ku përsëritën kërkesat e tyre dhe deklaruan se protesta do të vijojë edhe në ditët në vazhdim. Mesazhi kryesor i protestuesve mbeti dorëheqja e kryeministrit Edi Rama. Krahas kësaj, ata kërkojnë krijimin e një qeverie teknike me mandat 12 mujor, ndryshime kushtetuese dhe shfuqizimin e disa prej nismave ligjore që kundërshtojnë. Protesta u shoqërua me thirrje të ndryshme kundër qeverisë, ndërsa disa prej pankartave të mbajtura nga qytetarët ironizonin edhe mbledhjen e qeverisë në Pogradec. Pas përfundimit të fjalimeve, protestuesit rinisën marshimin nëpër rrugët e kryeqytetit duke përsëritur thirrjet për dorëheqjen e kryeministrit. Në përfundim qytetarët u shpërndan, ndërsa organizatorët paralajmëruan se tubimet do të vijojnë edhe në ditët e ardhshme dhe se nuk do të tërhiqen nga kërkesat e tyre.